për ta quajtur në thonjza në këtë situatë? Shiko, vërtet në qoftë se shohim historikun pas luftës LDK-s, LDK e ka mundur veten gjithmonë. Asnjëherë nuk e ka mundur një parti tjetër oponente. Në vitin 2004, në vitin 2007 konkretisht, kur PDK doli si forcë e parë, i ka pasur rreth 4000 vota më pak se në vitin 2004. Pra nuk ka fitu PDK pse është rritur, por pse është ndarë LDK-ja, pse ka ndarë veten LDK-LDD. Pra ka dalë si forcë e dytë me ndarjen. Pastaj është ndarë AKR-ja, pastaj lista Rugova, pastaj parti tjera, pra nga LDK ka dalë shumë fraksione, po i quaj, e që largimi tyre asnjëherë edhe përkundër bashkimit formalt më pastaj me LDD-n, me listën Rugova tjera, ka rezultuar se nuk është kthyer elektorati. Prandaj LDK gjithmonë e ka mundur veten, po them edhe në këtë rast shpresoj. Unë bëj thirrje që sepse LDK është një aset kombëtar, vlerësoj unë, dhe bëj thirrje që ti shqyrtojnë mirë këto iniciativa që çojnë domosdoshmërisht ndarje, ti sheshojnë problemet e tyre brenda strukturave, mund të kërkohet dorëheqja secilit në forumet e brendshme, por LDK gjithmonë ka qenë një libër i hapur. Debatet e brendshme gjithmonë janë